Sokoli pa fëmijët dhe syt ju mbushën me lot. Drita qëndroi pranë derës, ndërsa djali u afrua pak më shumë. Mira rrinte pas tyre e qetë, por me zemrën që i rrith fort. Faleminderit që erdhët, tha Sokoli me zë të dobët. Askush nuk foli me njëherë. Pastaj Drita tha: erdhëm sepse nuk duam të mbetemi robër të hidhërimit, por kjo nuk do të thotë se kemi harruar. Sokoli mbylli syt. E di, Djali e pyeti. pse ishe gjithmonë aq i zemëruar? Pyetja ishte drejt për drejt dhe e pastër. Sokoli heshti gjatë. Sepse nuk di atë isha ndryshe, tha më në fund, por kjo nuk është arsye, është vetëm shpjegim i dobët. Mira e dëgjoi këtë dhe ndjeu se diçka brenda saj u çlirua. Jo sepse Sokoli u shfaqsua, por sepse për herë të parë nuk u fsheh pas krenarisë. Ai pa fëmijët. Më falni që shtëpia ime nuk ishte vend i sigurt për ju. Drita qau në heshtje, djali uli kokën. Disa falje nuk e fshin të kaluarën, por ndalojnë që ajo të helmoj të ardhmen. Pas vizitës, fëmijët u ndjen të lodhur emocionalisht. Mira i la të flisnin vetëm kur ishin gati. Ajo kishte mësuar se dhimbja nuk duhet nxituar për të dhënë përgjigje. Disa ditë më vonë, Drita i tha: nuk e di a i kam falur. Mira ul pranë saj. Nuk e pse ta dish me njëherë, falja nuk është provim që duhet ta kalosh. Ndonjëherë është thjesht vendim për të mos e mbajtur urrejtjen si shtëpi. Po ti, pyeti Drita, a e ke falur? Mira mendoi gjatë. E kam liruar nga e drejta për të më sunduar kujtimet. Ndoshta kjo është forma ime e faljes. Drita e përqafoi. Dua të jem si ti, por kam frikë se nuk jam aq e fortë. Mira ja preku flokët. Mos u bëj si unë bëhu më e lirë, se unë kjo do të jetë fitoria ime më e madhe. Në atë qast, Drita kuptoi se nëna nuk donte të krijonte kopje të vetes, donte të krijonte jetë më të lehta se saja. Mira vazhdoi të punonte, me gra dhe familje, por tani fliste gjithnjë më shumë edhe për shërimin pas dhimbjes. Ajo e kuptonte se shumë njerëz dinin të largoheshin nga zjarri, por nuk dinin si të jetonin pasi flakët shuheshin. Në një seminar, ajo tha: kur del nga një jetë e vështirë, njerëzit mendojnë se gjithçka mbaroi, por shpesh aty fillon puna me thellë. Duhet të mësosh të flesh pa frikë, të pranosh dashurinë pa dyshim, të mos kërkosh falje për çdo nevojë tënde, të mos dihesh fajtore kur je e lumtur. Një grua në sallë filloi të qante: unë dihem fajtore kur qesh, tha ajo. Më duket sikur nuk kam të drejtë pas gjithë asaj që kam kaluar. Mira ju afrua. E qeshura jote nuk e fyen dhimbjen, e dëshmon se dhimbja nuk të mundi plotësisht. Kjo fjali u bë moto për shumë gra që kishin harruar të qeshnin pa kërkuar lejen nga e kaluara. Adriani dhe Mira u plakën bukur bashkë. Jo me paralla, por me përditshmëri të thjeshtë. Kafe në mëngjes, libra mbi tavolinë, shëtitje të ngadalta, bisedat e gjata dhe heshtje që nuk tremnin. Një mbrëmje, Mira e pa Adrianin teksa u iste lulet në balkon, flokët i ishin tinjur. Por në sytë e tij ishte e njëjta butësi. Ajo mendoi se dashuria e vërtet ndoshta nuk është zjarr që djeg,
por dritë që nuk fiket. Çfarë po mendon? Pyeti ai. Se ti nuk më shpëtove. Tha Mira. Adriani qeshi. Kjo tingëllon si ankesa po falënderim. Si falënderim sepse nuk më shpëtove duke më marrë mbi supe. Më qëndrove pranë derisa mësova të ec vetë. A ju afrua dhe ja mori dorën. Edhe ti më mësove diçka. Çfarë? Se dashuria nuk është të jesh heroi i dikujt, është të mos bëhesh pengesë në rrugën e tij drejt vetes. Mira buzëqeshi. Kjo ishte dashuria që kishte kërkuar gjithë jetën. Drita botoi librin e saj të parë. Ishte një roman për 3 breza grash. Gjyshen që heshti, nënën që foli dhe vajzën që eci e lirë. Në promovim, Mira ishte ullur në rreshtin e parë ashtu si dikur. Drita ishte ullur për të. Kur Drita u ngrit të fliste, zëri u drodh pak. Këtë libër ja kushtoj nënës sime, tha ajo. Jo sepse më dha një jetë të letë, por sepse më mësoj të mos e pranoj vështirësin si fat të pandrishueshëm. Mira qau Adriani ja kapi dorën. Drita vazhdoi. Gjyshja ime heshti sepse nuk kishte ku të fliste. Nëna ime foli, sepse nuk donte që unë të heshtja. Në shkruaj sepse dua që vajzat pas meje të mos kenë nevojë të bërtasin për të dëgjuar. Sala unë ngrit në këmbë. Mire pa vajzën e saj dhe ndjeu, se historia kishte bërë një rreth të plot. Dhimbja që dikur kishte dashur ta shkatëronte, tani ishte kthyer në fjalë, në libra, në dritë. Djali mirë subë arkitekt. Projekti ti i pari madh ishte një qendër komunitare, por gra dhe fëmijë që kishin nevojë për stre, këshillim dhe mbështetje. Kur ja tregoi nënës planet, Mira mbeti pa fjalë. Dërtesa kishte dritare të mëdha, obor të hapur, dhoma të ngrohta për fëmijët dhe një bibliotek të vogël. Pse bibliotek? Pyeti Mira. Djali buzëqeshi, sepse fjalët të shpëtuan ty, ndoshta do të shpëtojnë edhe dik tjetër. Mira e përqafoi fort. Qendra u quaj dritare në hyrje. Djali kishte vendosur në fjalit të nënës. Trupi del nga frika në një ditë, por shpirti ka nevojë për një dritare të hapur çdo mëngjes. Ditën e hapjes, Mira preku murin e ndërtesës dhe ndjeu sikur po prekte një pjesë të jetës, së saj të shndërruar në stre për të tjerët. Ajo mendoi për shtëpit ku kishte qarë, pastaj pa këtë shtëpi të re. Disa plagë, kur shërohen, bëhen qati për dik tjetër. Në vitet që pasuan, Mira nuk shkruante më me të njëjtën dhimbje të mpret. Shkrimet e saj u bën më të qeta, më të thella, më të pajtuara me jetën. Ajo nuk e humbi ndjeshmërinë, por nuk jetonte më brenda plagës. Një ditë, një gazetare pyeti: "A do ta ndryshoni të kaluarën po të mundnit?" Mira heshti gjatë pyetja duke e thjesht, por nuk ishte. "Do të doja të mos kisha humbur kaq shumë," tha ajo. "Do të doja të mos kisha qarë aq shumë, të mos isha friksuar aq gjatë, të mos isha martuar pa u pyetur, po shumë gjëra do të doja të mos kishin ndodhur. Atëherë do ta ndryshonit." Mira pa nga dritarja.
Do ta ndryshoja dhimbjen, por nuk do ta ndryshoja gruan që u bëra duke dalë prej saj. Gazetarja heshti. Mira vazhdoi. Nuk e lavdëroj vuajtjen. Vuajtja nuk është mësuese mirë kur njeriu mund të mësoj me dashuri. Por nëse vuajtja ka ndodhur, atëherë mos e lejo të jetë fundi yt. Adriani u sëmur lehtë në pleqëri, por mbeti qetë dhe i dashur. Mira kujdesej për të me një butësi që nuk ishte detyrim, por zgjedhje, një mbrëmje. A i tha: kam pasur frikë se mos një ditë kujdesi. Për mua do të kujtonte vitet kur të tjerët të shihnin si shërbëtore. Mira ullë pranë tij. Jo, Adrian ka dallim mes shërbimit nga frika dhe kujdesit nga dashuria. Ti kur nuk ma more dignitetin, prandaj kujdesi për ty nuk më zvoglon. Ai i mbushi syt me lot. A ke qenë e lumtur me mua? Mira ja mori dorën. Nuk kam qenë vetëm e lumtur. Kam qenë e qetë, dhe për një grua që ka jetuar gjatë me frikë, qetësia është një formë shumë e madhe lumturie. Adriani buzëqeshi. Atëherë jeta ime nuk ka shkuar kot. Mira u përkull dhe ja puthi dorën. Dashuria e tyre nuk ishte nevojë për fjalë, të mëdha ishte bërë shtëpi, frymë dhe dritë e butë në mbrëmje. Në një përvjetor të qendrës dritare, Mira oftua të mbante fjalën kryesore. Tashmë ishte me moshuar, por zëri i saj kishte fituar një qetësi që vinte nga shumë vite përjetim. Në salë kishte gra të reja, nëna, vajza, burra, student dhe fëmijë. Drita ishte aty si shkrimtare, djali si arkitekt i qendrës, Adriani në rreshtin e parë, me buzëqeshjen e tij të butë. Mira u ngrit ngadalë dhe tha: kur isha e re, mendova se jeta ime u vendos nga të tjerët. Pastaj mendova se dhimbja ime do të më ndiqte përgjithmonë. Por sot, kur shoh këtë qendër, këta fëmijë dhe këto gra që flasin pa frikë, e kuptoj se asnjë jetë nuk është vetëm ajo që i ndodh. Jeta është edhe ajo që ndërton pasi gjithçka duket e rënuar. Ajo ndaloj pak. Mos lejoni që dhimbjet ju bëj të padrejtë, por mos lejoni as që botat ju kërkoj të heshtni për të qenë të pranueshëm. Duar trokitjet zgjatën gjatë. Mira pa familjen e saj dhe ndjeu. Kishte mbjetuar për të mbjellë dritë. Në mbrëmje, pas ceremonisë, Mira u kthye në shtëpi me Adrianin. U ulën në balkon, aty ku kishin kaluar shumë vite bisedash, heshtjesh dhe mëngjesesh të qeta. Qielli ishte i mbushur me yje. A je lodhur? Pyeti Adriani. Pak. Tha Mira, por është lodhje mirë. Ajo pa duar të veta, duar që kishin bajtur fëmijë. Kishin fshirë lotë, kishin punuar, kishin shkruar, kishin përqafuar dhe kishin mësuar të mos dridheshin më nga frika. Do njëherë mendoj për vajzën që isha dikur, tha ajo. Atë vajzën që u martua pa u pyetur, që humbi, që u kthy në shtëpi dhe u hesht. Do të doja t'i thosha se një ditë do të marrë frymëlishëm. Adriani i dëgjoi në heshtje. Dhe çfarë do t'i thoshe tjetër? Pyeti ai. Mira buzëqeshi lehtë. Do t'i thosha: Mos e beso errësirën kur të thotë se do të zgjas për gjithmonë.
Edhe nata me e gjatë nuk e ndalë do të mëngjesin. Atë natë, Mira fjeti e qetë, Jo sepse s'ishte haruar gjithçka, por sepse më në fund e kaluara nuk flinte më mbi gjoksin e saj. Pjesa e 6. Kur drita mbetet pas njeriut. Pas asaj natë qetë në balkon, Mira filloi ta ndjente se jeta i kishte dhënë më shumë se një fund të lumtur. I kishte dhënë një kuptim. Ajo nuk ishte më vetëm gruaja që kishte vuajtur, as vetëm nëna që kishte mbrojtur fëmijët, as vetëm shkrimtarja që kishte folur për plagët. Ishte bërë një dëshmi e gjallë se njeriu mund të kalojë nëpër errësirë dhe të mos bëhet vetë errësirë. Çdo mëngjes, ajo pinte kafen pranë dritares dhe shikonte rrugën ku kalonin njerëz të panjohur. Dikur i dukej sikur çdo njeri ishte gjykatës. Tani i dukej se çdo njeri mbante një histori të padukshme. Kjo i kishte bërë më të butë, jo më të dobët. Ajo kishte mësuar se zemra që kupton dhimbjen e vet, fillon ta kuptojë edhe dhimbjen e të tjerëve. Dhe ky ishte një lloj shërimi që nuk vinte nga harresa, por nga dëmshuria. Adriani, me kalimin e viteve, filloi të lodhej më shpejt. Nuk ankoi, por Mira e njihte mirë. Ajo e dallonte nga mënyra si ulej më ngadalë, si mbështetje të parmakët e shkallëve dhe si afshehte frymëmarrjen e rënduar pas. Një buzëqeshje të lehtë. Një mbrëmje, ajo i tha: Mos më fshe lodhjen, ai buzëqeshi. nuk dua të të shqetësoj. Mira ja mori dorën. Ti më mësove se dashuria nuk fshihet për ta mbrojtur tjetrin. Dashuria tregon të vërtetën dhe qëndron. Adriani uli kokën. Atëherë po ta them të vërtetën. Po lodhe Mira. Ajo shtrëngoi dorën e tij. Atëherë do të pushojmë bashkë. Aje pa me sytë e tij të butë. Nuk më vjen keq që po plakëm, më vjen vetëm keq që ditët ikin shpejt kur njeriu më në fund jeton mirë. Mira nuk foli. Ajo vetëm e mbështeti kokën në supin e tij, sepse disa përgjigje jepen më mirë me praninë. Drita u martua disa vite më vonë, por jo si dikur nëna e saj. Ajo zgjodhi vetë. E njohu njeriun që domte, foli hapur me të, u grind kur duhej, u pajtua me dinjitet dhe nuk e lejoj askënd të vendoste në vend të saj. Ditën kur ja tregoi Mirës vendimin, ajo nuk tha çfarë do të thonë njerëzit. Nuk tha a është familje mirë, nuk tha a je sigurt se nuk po gabon. Ajo pyeti vetëm: A ndjesh e qetë pranë ti? Drita buzëqeshi. Po, në ndjen vetvetja. Mira mori frymë thellë. Atëherë kjo është shenjë mirë. Në dasmën e dritës, Mira nuk qau nga frika si që kishte qarë dikur nëna e saj. Qau nga gëzimi. E pa vajzën me fustan të bardhë, me sy të lirë dhe me hap të sigurt. Dhe në atë qast, Mira e kuptoi se disa ëndra nuk realizohen në jetën tonë, por lulëzojnë të fëmijët tanë. Para se drita të dilte nga shtëpia atë ditë, Mira i dha një kuti të vogël. Brenda saj ishte një letër e vjetër, e zverdhur nga koha, dhe një fotografi e nënës së Mirës. Çfarë është kjo? Pyeti drita. Është kujtimi i grave që erdhën para nesh, tha Mira. Gjyshja jote nuk pati mundësi të fliste shumë, unë fola me vonesë. Ti, bia ime,
mos pritë të dhembë zemra për të folur. Drita e hapi letrën. Ishte një shënim që Mira e kishte shkruar vite më parë. Vajza ime, mos u marto kur për t'i qetësuar të tjerët. Mos qëndro kur aty ku shpirti yt bëhet i vogël. Dhe mos haro se dashuria e vërtet nuk të kërkon ta humbësh zërin. Drita e përqafoi nënën fort. Nuk do të haroj. Mira i përshpëriti. Kjo është pa e më e madhe se çdo armë, çdo fustan dhe çdo dhuratë. Është zëri yt. Djali i Mirës, ndërkohë, kishte hapur studion e tij të arkitekturës. Në mur kishte vendosur një fotografi të nënës. Ju nga ndonjë ceremonie madhe, por nga një ditë e thjesht kur ajo qeshte pranë dritares. Kur klientët e pyesnin kush ishte gruaja në fotografi, ai thoshte: "Është arsyeja pse u ndërtoi hapësira ku njerëzit duhet të ndihen të sigurt." Një ditë, Mira shkoi ta vizitonte në studio. Ai tregoi projektin e ri. Një shtëpi për fëmijë pa prindër. Kishte dhoma me ngjyra të buta, obor të hapur, bibliotek, kuzhinë të përbashkët dhe shumë dritë. "Përsëri dritare të mëdha?" pyeti Mira me buzëqeshje. Ai qeshi. Gjithmonë fëmijët nuk duhet të rriten në vende ku drita duket si luks. Mira e pa djalin e saj dhe ndjeu krenari të thellë. Ai nuk kishte trashëguar frikën, kishte trashëguar dëshirën për të krijuar strehë. Kjo ishte fitore heshtur, por e madhe. Me kalimin e viteve, qendra dritare u zgjerua. Nuk ishte më vetëm një ndërtesë. Ishte bërë vend ku njerëzit vinin të flisnin, të qanin, të dëgjoheshin dhe të mësonin se dhimbja nuk është turp. Mira shkonte aty, çdo të hente nuk fliste gjithmonë. Donjëherë vetëm u lej në fund të sallës dhe dëgjonte. Gratë e reja njihnin si zonja Mira, por për shumë prej tyre ajo ishte më shumë se shkrimtare. Ishte dëshmi se dalja nga errësira ishte mundur. Një ditë, një grua e re i tha: "Kur e lexova librin tuaj, mendova se dikush më kishte parë nga brenda." Mira ja mori dorën. "Nuk të kam parë, unë dhimbja jon nga njëherë ka të njëjtën gjuhë." Gruaja qau: "A do të kaloj?" Mira nuk deshi ta gënjente. Jo me njëherë, por një ditë do ta kujtosh dhimbjen pa urzuar. Dhe atë ditë do ta kuptosh se ke filluar të shërohesh. Adriani e shoqëronte Mirën sa herë që mundej. Ulej në korridor, lexonte gazetën dhe priste derisa ajo mbaronte takimet. Një ditë, një nga gratë e qendrës e pyeti: "A nuk lodheni duke pritur gjithmonë?" Adriani buzëqeshi: "Jo, për shumë vite. Ajo priti që jeta t'i jepte një vend të sigurt tani. Unë mund t'a pres me qef sa herë që ajo u jep sigurit të tjerve." Grua ajo prek nga përgjigja. Mira e dëgjoi rastësisht nga dera dhe syti u mbushën me lot. Dashuria e Adrianit nuk ishte dashuri që kërkonte të shihej. Ishte dashuri që qëndronte në sfond dhe mbante dritën ndezur. Më vonë, kur dolën jashtë, ajo e tha: "Ti ke qenë gjithmonë aty, edhe kur nuk e folur." Ai qeshi. Ndonjëherë njeriu që duhet të di edhe të mos zërë gjithë skenën. Mira
Ja shtrëngoj dorën. Ajo e dinte. Ky ishte njeriu që nuk ja kishte marrë hapësirën, por ja kishte ruajtur atë. Një dimër, Adriani u smur më rënd. Mjekët nuk folën me panik, por Mira e kuptoi nga zëri i tyre se gjërat nuk ishin më si më parë. Ajo nuk u thye para tij. Jo sepse nuk i dhembte, por sepse donte që ai ta ndjente pranë qetësinë që dikur ja kishte dhënë asaj. Në spital, Adriani rrinte pranë dritares. Mira e sillte libra, por ai lexonte pak, më shumë shikonte jashtë. Çfarë she? E pyeteja një ditë. Njerëzit, thaj, se cilin nxiton diku. Sa pak e din se gjërat më të rëndësishme nuk janë ato ku po shkojnë, por njerëzit që kanë pranë. Mira uli kokën. Mos fal sikur po largohesh. Aja mori dorën. Nuk dua të largohem, por dua të flasim pa frikë edhe për këtë. Ajo ndiu lotët të ngjiteshin në sy. Kam humbur shumë në jetë. Adrian nuk dia kam fuqi për një humbje tjetër. Ai e pa me butësi. Ti nuk je vetëm grua që humb, ti je grua që dashuron, edhe pas humbjeve. Ditët e spitalit ishin të gjata. Drita vinte shpesh. Tani me fëmijën e saj të vogël në krah. Djali vinte pas punë dhe i sillte. Adrianit plane ndërtesa për t'ia treguar. Adriani shikonte me vëmendje, edhe kur ishte i lodhur. Një ditë, nipi vogël i dritës i u afrua shtratit dhe i dha një vizatim. Në vizatim ishte një shtëpi me shumë dritare dhe një burr i moshuar që rrinte pranë një peme. Kush është ky? Pyeti Adriani. Ti, tha fëmia. Po ruan shtëpinë. Adriani qeshi me lot në sy. E bukur kjo punë, edhe kur të mos jem aty, të ruaj nga vizatimi. Mira u kthye nga dritarja për të fshehur lotët. Adriani e vuri re. Mos u fshi nga lotët. Mira, lotët nuk janë kthim në dobësi, janë dëshmi se zemra është ende gjallë. Ajo ul pranë tij dhe qau pa turp. Aja fshiu lotët me dorën e lodhur. Ky ishte kujdesi i fundit që ajo do ta mbante mend gjithë jetën. Një mbrëmje, Adriani kërkoi. Mirës t'i lexonte nga fletorja saj e parë. Ajo habit. Nga ajo e vjetër, po, thaj, dua të dëgjoj zërin tënd të dikurshëm dhe të shoh sa larg ke ardhur. Mira e soli fletoren, faqet ishin të zverdhura në fillim. Shkrimi ishte i dridhur, i mbushur me dhimbje. Ajo lexoi. Unë nuk jam vetëm ajo që më ka ndodhur, jam edhe ajo që mbijetoj. Adriani mbylli syt. Kjo fjalë ishte fillimi i yt. Jo, tha Mira me zë të ulët. Do shte ishte fillimi i kthimit tim të vetja. Ai buzëqeshi. Atëherë mos e harro kur, edhe kur unë të mos jem pranë. Mira ja shtrëngoi dorën. Mos e thuaj. Duhet ta themi. Mira, sepse dashuria jon ka qenë gjithmonë e vërtet. Dhe e vërteta nuk e prish dashurinë, e bën më të thellë.